Mirëmbrëma Slatin. Sonte si duket e pas ki vullos fitoren e Daut me Mishit. Më lejoni që të përshëndesim prezencën e krerëve të koalicionit Vlen, përshëndesim shefin e shtabit zgjedhor zotri Adnan Azizin, shefin e shtabit komunal zotri Remzi Bajramin, këshilltare, funksionar të koalicionit Vlen, drejtor dhe gjithë ju të pranishëm. Sot qëndroj para jush jo thjesht si bartës i listët përshkështar komunal, por si biri dhe bashkëqytetar që njeh çdo rrugë të kësaj komune që ka ndarë me ju të njëjtat talle, të njëjtat ëndra dhe të njëjtin besim se komuna e të Arcës mund dhe duhet të jetë para. Te Arca ka njerëz pundor, tradita dhe zemra bujare, por ajo që i mungon është kujdesi dhe menaxhimi i duhur. 20 vite kemi parë më shumë premtime se sa punë, fjalë shumë e rezultate hiq. Unë nuk premtoj mrekulli, por punë të ndeshme, të përkushtuar dhe transparente për çdo qytetar. Programi ynë është i qartë, punë konkrete dhe jo fjalë boshe. Infrastrukturë më të mirë, kjo temë na prek të gjithëve çdo ditë në çdo hap, sepse zhvillimi i një komune matet me fjalë, por me rrugët ku ecim. Në të gjithë e dim realitetin, infrastruktura bazë në të gjithë fshatrat komunës së të Arcës është lënë pasdore me vite të tërë. Kjo nuk është çështje asfalti apo betoni, kjo është çështje dinjiteti. Do të rindërtojmë çdo rrugë, çdo cep, trotuare, ndriçim publik, shëndrimin e deponive në parqe rekreative, bashkëpunim të ngushtë me të gjithë bashkësitë lokale, të cilët janë meritorët kryesor që fshatrat tonë sot janë të pastra edhe të mirëmbajtura, edhe ato me vetë finansim, arsimim dhe cilësor, shkolla të rinovuara, kushte më të mira për nxënësit, mbështetje për mësimdhënësit, në disa shkolla mungon ngroja edhe gjatë dimrit. Nëse duam një të Arcë më të fortë, të drejtë dhe të zhvilluar, atëherë duhet të fillojmë që nga bankat e shkollës. Sport dhe kultur, fusha sportive, aktivitete rinore dhe ngjarje kulturore që do të gjallërojnë komunën tonë, veçanërisht gjatë sezonit veror, atëherë kur në mesin tonë është e pranishme edhe mërgata jonë. Këto nuk janë vetëm pika në letër, por nevoja përditshme e qytetarëve tanë dhe ne jemi këtu për t'i kthyer ato në realitet. Të dashur qytetarë, më 19 tetor ne nuk zgjedhim vetëm një kryetar komune, por drejtimin e së ardhmës sonë. Zgjedhim mes qëndrimit në vend apo ecjes përpara. Me 19 tetor është koha të ngrihemi me gjithë së bashku, të marrim fatin tonë në duart tona, koha kur të votojmë për punë, për ndryshmëri, ndryshimi i vërtet do të jetë me 19 tetor. Andaj gjithë së bashku, të bashkuar me një zë, të votojmë numrin 7 dhe na prift e mbara.